dhe pastaj më dal pranimi për Medinë. Po, atje pastaj çka ke mësuar atje na kallzon neve çka s'kena haber për të thënë. Çka ke mësuar, kështu pak më konkret, më thjesht si ta kuptojmë. Në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur më dul pranimi ishte me të vërtet ndjenjë shumë e veçantë edhe emocionale dhe 6 vite kam pas aty, pjesa më e bukur dhe më e veçantë e jetës time ka qenë Medinë. Edhe nuk besoj që muj me pas pjesë më të mirë në jetën time. Domethënë 6 vite të Medinë kam përjetu shumë gjëra për një kohë shumë të shkurtë. Kam përjetu, se fillimisht kam shku si beqarën. Po, u martova pastaj. Kam kry 2 vjet gjuhën, pastaj përzgjedhja e fakultetit, martesa, shkova me familja atje, Allahu më gëzoi me një evlat, me një djalë. Allah e ruaj inshallah. Amin. Edhe gjitha këto kanë ndodhur brenda periudhës duke qenë në Medinë. Jashtë asaj bereqetit Medinës që kam marrë, unë kam marrë edhe, domethënë kam përfitu edhe vështrimin e jetës, kështu. Edhe normal kam përfundu 2 vite gjuhën fillimisht. Arabe. A ishte për ty rand apo më veç mos që personalisht jo, nuk ishte rand gjuha 2 vite për shkak se unë isha para përgatit pak në Turqi, kur isha. Po, që kisha më pak se një vit që isha. Kisha mësu pak për gjuhën arabe, edhe normal isha në përsëritje të Kuranit aty. Kur shkova, fillimisht ishte lehtë, po normalisht me kalimin domethënë viteve semestrit, ballafaqohesh me mësime pak më ndryshe që s'ke pas njohuri. Në fund semestrin e 4, domethënë në fund të vitit 2 të gjuhës ishte ajo përzgjedhja e fakulteteve. Edhe aty e kam pas pjesën pak më të ndihshme se isha i vendost që me vazhdu dhe me profesionalizu çështë shkencat e Kuranit. Kisha marrë shkencat e Kuranit. Domethënë ç'ke të mësu? Po, shkencat e Kuranit. Knena e vetë që babon ai s'kishte qef më dhon përgjigje që mos t'jem i varur nga përgjigja e tij. Nga ana tjetër konsultohesha me xhallar më të vjetër. Ato gjithmonë shumica e prej tyre domethënë kanë këshilluar për me hin fakultetin e Kuranit. Mirë po shkam i kisha një pengesë, më thënë, apo ajo që s'musha me prej vendimin, ishte isha vetëm isha një herë në këtë përzgjedhje. Derisa se nuk ishte asnjë maqedonisë në fakultetin e Kuranit. Edhe nuk kisha ishin vetëm një 2 vllaznik të Kosovës. Maqedonisë nuk kishte edhe nuk kisha një lloj përkrahje me hi vet aty me krejt huj sen. Ndryshe është kur ti je me një bashkëudhëtar ton. Derisa një shok i imi Hafiz Ibrahimi, edhe ai bashkërisht domethënë me mua vendosëm me hi në fakultetin e Kuranit. Realisht me Hafizin bashkë kemi shkuar në Medinë, bashkë kemi kry njëjtën kohë edhe në klasën mi kam bashkë. Allahu e rujti dha shëndet. Edhe përzgjodhëm që me hi në fakultetin e Kuranit. Fakultetin e Kuranit, shkencat e Kuranit, kirajeteve, tefsirit, komentimit të Kuranit. Mirë po edhe shumë lanë tjera që ndoshta mos kisha hinë në atë fakultet nuk i kisha ndi asnjëherë. Që kanë të bëjnë vetëm me Kuranin. Shkrimi mushafit, renditja e sureve, ajeteve, për kufizimi i ajeteve, për kufizimi i sureve, domethënë shumë lanë që më kanë lënë shumë përshtypje dhe secila më tërheke njëra mas tjetrës që më zhyt dhe me dasht këtë shkencë më shumë dhe me punu për këtë shkencë. Alhamdulillah. Do edhe diplomova apo jo? Po, alhamdulillah, domethënë për 4 vite me radhë, përfundum fakultetin e Kuranit. Dhe pastaj u kthym për një pauzë të shkurtë në Shkup. Tash vazhdon me aktivitetin ndryshme vullnetare për shkak se ala nuk e kam rregullu statusin e magjistraturës, e kam dëshirë të vazhdoj magjistraturën inshallah tash për shkencat e Kuranit, ndërkohë do shohim. Elhamdulillah, Allah i dash sukses.